Cilat janë problemet më imediate që ka media sot, sipas jush Vudi? Problemet e tanishme që me cilat media është duke përballu janë njerëzit të cilët shfaqen për ditë me portale të ndryshme edhe me llogaritë të rrjeteve sociale që pretendojnë se janë gazetarë duke qenë se nuk janë as pak. Të cilët e shkelin etikën profesionale të gazetarisë me të dy këmbët, ndërkohë që kur sfidohen nga publiku dhe grupet të cilat ata i kanë targetuar si cak për t'i sulmuar dhe diskredituar në mënyrë absolutisht jo profesionale dhe me informacione të rreme, ata përpiqen të ankohen se po cënohet liria e shtypit dhe po cënohet e drejta atyre për të qenë gazetar. Kjo është skandaloze. Këtë kemi vënë re edhe në raportin e fundit të Reporterëve pa kufi, ku duket se ka rënë pre e disa përpjekjeve të tilla të vazhdueshme, sidomos në rastin e Kosovës, ku kemi një entitet të organizuar mirë, i cili në emër të gazetarisë dhe në emër të lirisë së shtypit është përpjekur vazhdimisht të transmetojë informacione të rreme, informacione të fabrikuara, informacione të kalkuluara për interesa të grupeve kriminale dhe grupeve politike, të cilat gjithashtu janë të përfshira në aktivitete kriminale. Dhe tani ata po përpiqen ta interpretojnë këtë se kjo është ajo çfarë thot raporti i Reporterëve pa kufi, është pasojë e veprimtarisë administratës qendrore në Prishtinë dhe se administrata qendrore që nga duke bërë kërcënimin e lirisë së shtypit dhe lirisë së medias. Kjo nuk qëndron, të paktën këto janë vëzhgimet e mia që kur unë kam filluar të vëzhgoj zhvillimet në Kosovë nga fundi i vitit 2022 kur u ktheva nga raportimi në Ukrainë. E kuptoj, nga raportimi në Ukrainë ju keni specializim sa i përket keq apo dizinformimit, siç është sot, i njihni mirë këto tema. Lufta në Ukrainë ka sjell problemet mëdha sa i përket dizinformimit. Ballkani ka Sputnikun që e ka në Serbi, që akuzohet për dezinformim. Në gjykimin tuaj, çfarë ndodh në këtë arealin ton ballkanik? Sa i shqetësues është dezinformimi? Ka dezinformim në Kosovë, ka dezinformim në Shqipëri? Dezinformimi është jashtëzakonisht në një se ta quaj në një shpejtësi dhe mirë organizim dhe mirë financim jashtëzakonisht të vrullshëm. Ajo që është e mira është se këta njerëz nuk janë shumë, janë një minoritet i pakët, por që financohen nga entitetet të grupeve kriminale, të krimit organizuar, si dhe grupeve të cilat kanë interesa gjeopolitike që vijnë nga Moska dhe vendet të ndryshme të qendrave të vendosjes. Fatkeqësisht në Kosovë, entitetet të ndryshme të organizuara në emër të medias, në emër të gazetarisë, janë të mbështetur nga grupet e krimit organizuar të cilët për 20 vjetë rresht e kanë plaçkitur Kosovën dhe taksën publike, në vëzhgimin dhe syrin edhe pushtetin e të cilive janë vrarë gazetarët në Kosovë, emrat të cilive dua t'i kujtoj sot në këtë prezencë, është Ali Uka, është Enver Maloku, Shefki Popova, Bekim Kastrati, Bardhy Lajeti, gazetarë të cilët kanë dashur me çdo kusht të hedhin dritë në korridoret e errëta të pushteteve në Kosovë të pas luftës. Dhe përgjigjja ndaj përpjekjes për të hedhur dritë në këto korridore të errëta ka qenë që të hidhen këta gazetarë në këto errësira, pra të vriten. Ajo çfarë është shqetësuese dhe jashtëzakonisht skandaloze është që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës sot bërtet poshtë e lartë korridoreve duke kërkuar një lloj dënimi ndaj administratës qendrore në Prishtinë, sepse ata që kanë fajtor pse Reporterët pa kufi pas kanë vënë Kosovën në disa numra në rangun e poshtë të lirisë medias. Që është e vërteta, ajo në çfarë ata janë bazuar, Reporterët pa kufi, janë edhe sulmet ndaj gazetarëve që kanë ndodhur në veri të vendit. Janë raportet e rreme që Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës i ka deponuar tek Reporterët pa kufi, duke interpretuar sfidat me cilat janë opinionistët kosovarë në studio televizive, janë sfiduar nga opinionistët tjerë, apo edhe në politikanë të cilët kanë kërkuar llogaridhënie, sepse ti nuk mund të thuash një gazetare apo një politikani tjetër që je me Serbinë, ku nuk ke fakte.
Kjo është jashtëzakonisht e papërgjeshme, e pandërgjeshme dhe nuk ka të bëjë me integritetin gazetaresk. E qartë, por ka dhe një gjë faktikisht. Opozita thotë që edhe në emër të patriotizmit kur ti sulmon disa gazetarë, disa media, nuk është edhe aq e thjeshtë, domethënë që se me patriotizëm mund të fshehet shumë gjëra. Pra kjo është një akuzë që opozita ja bën vetëvendosjes. Unë absolutisht nuk e mbështes asnjë deklarat ose qëndrim të kujt do që në emër të patriotizmit të sulmohet gazetaria apo gazetarët. Unë nuk mund të jap një opinion në sajt e asaj se çfarë mund të ketë si rezultat i shkëmbimit të opinioneve të dy opinionistëve, qofshin opinionistë që ulen në studio televizive në Prishtinë dhe politikanë që ulen në ulëset e pushtetit gjithashtu në Prishtinë. Mua më intereson nëse gjetjet profesionale të një gazetari, nëse hulumtimi i një gazetari profesionist me integritet është sulmu dhe është etiketu si diçka antipatriotike, tradhtar që e kemi qenë si shprehje. Atëherë ajo është shqetësuese. Unë absolutisht nuk mund të them, ne mund të shqetësohemi sepse njerëzit kanë të drejtë të shprehen lirshëm. E vërtet. Sigurisht, nëse dikush është interesuar që ta ndalojë të drejtën e lirisë së shprehjes së tjetrit, edhe opinionistët sigurisht që kanë të drejtë të shprehin opinionet e tyre, por opinionet e tyre duhet të kenë një kuptim dhe të jenë të qartë. Sepse nuk mund të thuash ti vazhdimisht, ta marrim shembull, kur Beogradi Zyrtar organizoi agresionin territorial të Republikës Kosovës në shtatorin e vitit 2023, opinionistët në studiot televizive në Prishtinë thonin se Prishtina Zyrtare duhet i tërheq forcat policore dhe të sigurisë nga veriu i Kosovës sepse po shkakton tensione. Ndërkohë që unë me të drejtë, nëse do të isha opinionist dhe po ul veten tani në ulsen e një qytetarit të thjesht, unë me të drejtë do të mund të akuzoja këtë opinionist dhe t'i thojë zotëri, ti je duke kërkuar që ne të dorëzohemi agresionit Serbisë, pra ti je një njeri që po e mbështet diskursin agresiv të Republikës së Serbisë ndaj Republikës tonë të Kosovës. Qartë. Mund madje edhe ta quaja tradhtar, sepse nuk ka kuptim ti thuash Republikës tënde, ti tërheqësh forcat e sigurisë që janë aty, paguhen dhe të dedikuara për të mbrojtur integritetin territorial të Republikës ndaj agresionit të jashtëm. Mund t'i fusim të rastet e dezinformimit këto lloj qasjesh, këto lloj sigurisht, po edhe këto janë dezinformim. Mirë po, ajo çfarë unë dua të them, ata kanë të drejtë të shprehen dhe janë shprehur vazhdimisht, janë shprehur dhe kanë quajtur kryeministrin njeri të Serbisë, pa asnjë dëshmi. Ku e them pas asnjë dëshmi faktike të dokumentuar në radhë të parë, po as dëshmi realiste në terren, sepse ne jemi dëshmitar që kryeministri Kurti është kryeministri i cili e zhbëri veprimtarinë shtetërore të Republikës së Serbisë brenda Kosovës, e cila ishte aty deri në 5 janar të këtij viti, kur u mbyll zyra e fundit operative administrative e Republikës së Serbisë në Kosovë. Nuk e di unë si mund të them që ky kryeministër është njeri i Serbisë, por derisa ky e ka zhbër prezencën e Serbisë në Republikën e Kosovës. Unë nuk e di si mund të them që ky njeri është i Serbisë, por derisa Serbia tani më nuk ka asnjë kontroll mbi territorin e Republikës Kosovës. Po edhe vetëvendosja ka thënë që PDK-ja dhe LDK-ja janë të Serbisë, kur edhe PDK-ja dhe LDK-ja kanë pasur aksione në veri të Kosovës. Pra, si thua, ka një polarizim të debatit publik. Ne mund ta diskutojmë këtë temë, është e debatueshme sepse ajo çfarë ne jemi dëshmitar dhe çfarë kemi duhet ta qartësojmë, nuk jam duke mbrojtur vetëvendosjen, okay? Ajo çfarë është reale është se partitë politike të cilat kanë qenë në pushtet deri në vitin 2020 kanë bërë marrëveshje të njëpasqyrshme të cilat e kanë favorizuar Beogradin zyrtar dhe rinstalimin e kontrollit politik edhe mekanizmave qeveritar brenda Kosovës e kanë çimentuar Serbinë brenda Kosovës. Dhe dikush edhe mund të argumentojë në sajtë të këtyre gjetjeve faktike që partitë politike që kanë qenë në pushtet nga pas lufta deri në vitin 2020 edhe kanë bërë politikë pro-serbe. Ka ndikim Serbia tek mediat në Kosovë dhe si mund shfaqet kjo? Nga vëzhgimet e mia, duke i analizuar politikat editoriale të mediave në Kosovë, unë mund të them që ka ndikim dhe e kam dokumentuar këtë ndikim vazhdimisht nga viti 2022.
në çdo hap kur Serbia ka ndërmarrë për të bërë agresion politik dhe territorial ndaj Republikës së Kosovës, disa prej medjave, pra po e them, janë një numër minoritar i atyre, nuk janë të shumë, por kanë mjaft para për të bërë zhurmë të madhe. Sa herë që Serbia ka bërë agresion politik dhe territorial ndaj Republikës së Kosovës, këto media në vazhdimsi janë përpjekur ta minimizojnë rolin zyrtar të Beogradit në këto veprimtari dhe në vazhdimsi janë përpjekur ta përqeshin edhe ta delegjitimojnë të drejtën për vetë mbrojtje të Republikës së Kosovës ndaj këtyre agresioneve. Këto janë veprimtari të cilat unë i kam vëzhguar, dokumentuar dhe kam shkruar për to. Edhe her pas here i kam përballur edhe me kriteret e taktikave të ndryshme të ajo çfarë quhet luftë psikologjike e operacioneve të shërbimeve të fshehta ruse. Kjo ka ardhur... Pra është edhe Rusia brenda, nuk është thjesht Serbia. Çdo veprimtari e disa prej këtyre mediave në Kosovë duket saktësisht brenda kritereve të cilat janë të dizajnuara në luftën psikologjike për ta bërë qytetarin të mos i besoj institucionit të vetë, për ta bërë qytetarin të mos besoj në Republikën e vetë, për ta bërë qytetarin të mos besoj në politikanin i cili është target si sfidë për zhvillimin edhe zgjerimin gjeopolitik të strategjive të interesave gjeopolitike të Rusisë në këtë rast. Dhe ne dim që Beogradi zyrtar është në bashkërendim të plot me politikat strategjike të jashtme të Moskës zyrtare, sidomos nga shtatori i vitit 2022, kur Moska dhe Beogradi zyrtar nënshkruan një marrëveshje të bashkërendimit të politikave të tyre të jashtme për Ballkanin Perëndimor, marrëveshje që u nënshkrua në New York. E qartë, Vudi, si luftohet kjo? Po duhet nalem pak tek peizazhi mediatik në Shqipëri. Ne kemi një komision parlamentar kundër dezinformimit, kemi zyrë të posaçme, luftohet kësaj, cilat janë masat që duhen marrë, pra për të ardhur edhe tek Shqipëria. Pra Kosova ka këto problematike që ju paraqitet shumë qartë, si e shihni peizazhin mediatik Shqipëri dhe komisionin parlamentar apo zyrën kundër dezinformimit. Gazetarët që kanë integritet gazetaresk, profesional dhe njerëzor. E them profesional, gazetarët të cilët asnjëherë nuk e kanë komprometuar etikën e tyre profesionale, e them njerëzor, gazetarët të cilët asnjëherë nuk e kanë komprometuar integritetin e tyre njerëzor në kuptimin e asaj që asnjëherë nuk kanë paguar, nuk kanë punuar me pagesa me zarfe poshtë tavolinave, ose që kanë qenë të korruptuar ose në ndonjë aferë të çuditshme që profesioni i gazetarisë është profesion shumë fisnik. E vërtet. Dhe nëse integriteti yt njerëzor është i komprometuar, të lutem shumë më mirë mos hy. Sepse ke për bërë çoroditje, sepse secili njeri që ka informacion, çasën atë informacion, do të vijë do të shantazhojë. Tash, gazetarët me integritet duhet të organizohen në një sindikat, edhe të caktojnë kriteret e parimit profesional dhe etike, dhe të kërkojnë llogaridhënie në vazhdimsi, qoftë edhe komisionet parlamentare, sepse komisionet parlamentare ndonjëherë dinë edhe të organizohen në atë mënyrë për interesa politike, për interesa të grupimeve të ndryshme. Dhe edhe aty ne mund të kërkojmë llogaridhënie nga ata, por jo të kërkojmë llogaridhënie nga ata duke u përpjekur ti gozhdojmë, po të kërkojmë llogaridhënie nga ata duke u shpjeguar të mirat dhe benefitet që mund të ketë shoqëria jonë, shteti ynë, republika jonë, për të pas, duke qenë se ne kemi një gazetari cilësore. Me domosdoshmëri, gazetaria cilësore, media e lirë, është parakushti i vetëm për ta luftuar dezinformimin. Pastaj, në këtë mënyrë, autoritetet shtetërore duhet të forcojnë ligjin për ta bërë të pamundshme që grupet e caktuara që kanë të kaluar kriminale ose janë të përfshirë në ndonjë kriminalitet të caktuar, të mos mund të kenë kontroll në media, as financiar, as njerëzor, as profesional. Ka një diskutim faktikisht që është çelur gjerësisht, edhe ditën e djeshme vetë presidenti amerikan hoqi 2 licenca NPR-in dhe PBS-in, mos gabohem. Post-truthi, akuzat ndaj New York Timesit, vinë në Ballkan dhe tek akuzat ndaj medjeve të ndryshme. Çfarë po ndodh me këtë lloj peizazhi mediatik? Ka një gryrje të lirisë së medias? Ç'është kjo e folur anti-establishment kundër deep state-it? Si do ta analizoje? Sigurisht që ka një gryrje të lirisë së medias.
duhet ta kuptojmë qartë që presidenti Trump nuk është një president me vlera demokratike. Është një njeri i cili para se të futet në zyrën e presidentit është konfirmuar si kriminal me 30 akuza. 36. Nga gjykata 36, nga gjykata e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Në asnjë mënyrë publiku shqiptar dhe politika shqiptare nuk mund të llogarisë se Shtetit Bashkuar të Amerikës janë një aleat demokratik. Sigurisht, shtetet kanë interesa. Sigurisht, diplomacia duhet vëhet në funksion për të mbrojtur interesat shtetërore në raport, sepse tek e fundi Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm siç janë dhe kanë rolin e tyre që e kanë. Po megjithatë, nëse Republika jonë, qoftë e Kosovës apo e Shqipërisë, don që të vazhdojë të zhvillohet me vlera demokratike, atëherë syt duhet të kthehen nga Brukseli, nga Londra, nga Parisi, nga Berlini. Se mendon se ka më shumë vlera demokratike Londra, Parisi dhe Berlini? Një akuzë e drejtë për drejtë sotme ishte ju po ndaloni AFD-n dhe ju po ktheheni në Tiranë, ishte Marco Rubio që e tha një gjë të tillë. Pra për ta marrë pak nga aktualiteti. Dëgjoj, nuk mund të kërkoni cilësi të medias kur i lejoni kriminalët të defilojnë si gazetar. Nuk mund të kërkosh sundim të vlerave demokratike ku një parti si AFD-ja gjermane kërkon të futet në sistemin qeverisës të Gjermanisë. Prandaj, çdo mekanizëm, çdo parti politike që ka vlera demokratike në fundamentet e saj, duhet me do e mos të ndërmarrë veprime të tilla çfarë ka ndërmarrur Gjermania sot. Nuk në emër të demokracisë nuk mund ta lejojmë ndryshjen e demokracisë. Demokracia dhe çdo vlerë tjetër duhet të ruhet me fanatizëm dhe mënyra se si të ruhet është gjithashtu nëpërmjet mekanizmave demokratik ligjor. Duhet të kriminalizohet çdo veprimtari e keqe. Ne nuk mund të themi që serbët e veriut të Kosovës të organizuar nga Beogradi që orkestrua një agresion territorial në një përpjekje për të aneksuar territorin e Kosovës, nuk mund të themi se ata kanë të drejtë të shprehen pakënaqësinë e tyre që janë tani në Republikën e Kosovës, sepse duan që Kosova të jetë në brenda Republikës së Serbisë. Republika e Kosovës është republikë dhe ti po e kërcënove territorin ton, ke për të përballë me shpatën e drejtësisë. Dhe ajo është demokracia. Lufta në Ukrainë do të vazhdojë, tha J.D. Vance, zëvendës presidenti amerikan. Dhe u tërhoqën nga marrëveshja Shtetet e Bashkuara të Amerikës, marrëveshja e paqes. Ju keni qenë atje për të raportuar e njihni mirë situatën. Do të vijojë kjo lufta psikologjike në Ballkan me Rusinë nga mbrapa? Si e sheh? Lufta psikologjike në Ballkan nuk është duke ndalur dhe ne nuk kemi shpresë se kjo do të ndalojë me mendimin e Washingtonit zyrtar. Në radhë të parë, shpresa duhet i vëmë tek ne. A duam që kjo luftë të vazhdojë? A duam që të vazhdojnë qytetarët tanë, lexuesit tanë, publiku ynë të helmohet me helmin e Moskës zyrtare? Dhe nëse ne nuk duam, atëherë duhet të përvilemi e përvishemi, të bëhemi bashkë dhe të luftojmë këtë. Dhe të qjerrim maskën e secilit njeri, që është në fakt një kriminal, e portretizon veten si gazetar. Secilin media, që në fakt në emër të gazetarisë janë prapa tyre që ndron një entitet kriminal, që në fakt nuk janë informues të publikut. Janë kontrollues të narrativave dhe perceptimeve të realiteteve tona, përpiqen që njerëzit të bindin se në pikën e ditës së diellit është natë. Nuk është natë. Mediat, një minoritet mediash në Kosovë janë duke përpjekur tash e sa vite, ta bindin qytetarin e Republikës Kosovës se veprimi i vetëmbrojtjes autoriteteve të Kosovës nga agresioni serb në Kosovë ishte i padrejtë. Ishte në kundërshtim edhe me ndërkombëtarët. Në rregull, nëse ndërkombëtarët duan që Kosova të aneksohet, ata mund të deklarojnë të tillë, por ne duhet ta mbrojmë veten tonë. Sot edhe mediat amerikane thonë se Rusia ndoshta u përgjigj për sa i përket një lloj vetëmbrojtje. Ukrainasit kanë drejtën e tyre që të vetëmbrojnë, që të mbrojnë atë dheun e tyre. Tani ku të dallojmë që ka një spin këtu nga mbrapa, që është një spin doktor. Se kjo çështje vjen dhe në Ballkan, prandaj po marr këtë rastin që është rasti më i madh që ndodhet sot në median publike.
Si që thash dhe më herët, në shtëpinë e bardhë nuk është një person me vlera demokratike e aq më pak me vlera njerëzore. Në shtëpinë e bardhë është një president i cili është duke i folur, duke bërë zëdhënësin e Moskës zyrtare. Prandaj, Washingtoni nuk është dera edhe vendi ku ne duhet të shohim se çfarë të bëjmë. Është Brukseli, është Londra, është Parisi, është Berlini. A ka një vëmendje tani nga Brukseli për Ballkanin, sepse duket sikur prioritetet janë krejt të tjera, ka prioritete më të mëdha, ka prioritet Kina, Rusia, Amerika, tarifat. Brukseli ka vëmendje për Ballkanin nëse Ballkani është interesuar të ketë vëmendje për Brukselin. Sepse Ballkani është territor lidhshmërisht i Brukselit. Prandaj, nëse kemi politikanë në qendrat tona të vendosjes, të cilët janë të interesuar më shumë me Beogradin, të koketojnë me Beogradin zyrtar dhe Moskën zyrtare, duke shpresuar se do të marrin ndonjë mbështetje në Washington, atëherë fatkeqësisht Brukseli dhe mund të mos jetë interesuar me ne. Por nëse kemi politikanë që janë të interesuar të lidhen me vlera demokratike dhe të qëndrojnë me principet dhe vlera demokratike, sigurisht që Brukseli, Londra dhe Parisi do të jenë të interesuar për Ballkanin. Unë falenderoj që të kisha në studio. Kënaqësi. Lutem shumë, faleminderit për kohën tuaj.